Nëse flini gjumë me çorape, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nëse deri më tani keni fjetur me çorape gjatë natës, na lini t'u themi se keni vepruar gabim. Është mirë ta bëni her pas here nëse keni ftohtë, por mos e bëni shumë shpesh, sepse ngadalëson qarkullimin e gjak dhe shkakton disa infeksione të lëkurës. Çorapet i bëjnë në këmbë të ngrohta, gjë që mund të rrisin përkohësisht qarkullimin e gjakut. Por nëse mbani çorape për një kohë të gjatë, efekti është i kundërt dhe rrjedhja e gjakut zvogëlohet. Po ashtu kushtojini vëmendje llojit të pluhurës që janë bërë çorapet tuaja. Materialet sintetike të tilla si poliester ose nailon nuk janë të rehatshme në lëkurë dhe nuk e lejojnë që këmbët tuaja të marrin frymë. Djersitjet e natës janë më pak të zakonshme dhe nëse flini në mbulesa të rënda, mjedisi i lagësh dhe i ngrohtë krijon temperaturë perfekte për bakteriet që prekin këmbët tuaja. Nëse disa substanca të forta të tilla si ngjyra dhe rrëshira përdoren për çorapet, atëherë mund të keni edhe probleme dhe inflamacione të cilat i kanosen këmbëve tuaja.